Një nga emrat më të rinj që janë pjesë e kombëtares shqiptare të futbollit ka qenë mbrojtësi Bujar Plana. Futbollisti vendosi të përfaqësonte Kuqezint me besimin se do të bënte kështu edhe hapin e madh në karrierë. Por sezoni nuk është mbyllur mirë për Planën dhe klubin e tij, Lecia Gdansk në Poloni. Skuadra e mbrojtësit sapo ka rënë zyrtarisht nga kategoria pasi e mbylli sezonin në vendin e 16, me një statistikë që duket shumë e pabesueshme. Skuadra e mbrojtësit ka në fakt sulmin më të mirë të këtij sezoni në Poloni, me 62 gola të shënuar, po aq edhe sa Lec Poznan, i cili u shpall kampion. Por ajo që ka zhytur skuadrën e Planës është pikërisht Prapavia, e cila ka qenë më e dobta e këtij kampionati duke pësuar 65 gola, po aq sa Njecjeqa e vendit të fundit. Kësaj Plana duhet të bëhet gati për një sezon në kategorinë e dytë polake, nëse nuk siguron një transferim gjatë kësaj vere për të qëndruar përsëri në elitë. Bujar Plana ka qenë një nga risitë e trajnerit Silvinjo për grumbullimin e kombëtares shqiptare për ndeshjet e marsit të vlefshme për play-offin e botrorit, që ndërmbrojtësi 24 vjeçar po shkëlqen me Lekia Gdansk në Poloni dhe ftesën e tij këtë javë festoi në mënyrën më të mirë, duke shënuar gol në sfidën e kampionatit ndaj Pogon Szczecin. Futbollisti ka treguar pas asaj ndeshje për mediat polake sepse kishte vendosur t'ju bashkohej Shqipërisë dhe jo të vazhdonte rrugtimin te Kosova, ku kishte luajtur më parë me ekipet e moshave. Nuk kam folur ende me Silvinjon, kisha kontakte vetëm me federatën pasi ata po më ndiqnin në ndeshjet e mëparshme. Ndoqa zemrën time, ka qenë ëndra ime që kur isha fëmijë, unë jam rritur duke parë ekipin kombëtar të Shqipërisë, tani jam i lumtur që bëhem pjesë e tij, tha Plana në intervistën e tij në fundjavë. Sipas tij, nuk ka rëndësi edhe nëse do të luajë apo jo në ndeshjen ndaj Polonisë apo në atë pasardhëse. Gjëja më e rëndësishme është të shkojë në kampin stërvitor dhe të tregojë më të mirën, më pas të shohim se çfarë do të ndodhë, vijoi mbrojtësi i cili më pas foli për shanset e Shqipërisë për të dalë me rezultat pozitiv nga ndeshja në Varshavë. Në futboll nuk i dihet kurrë çfarë mund të ndodhë, po e shohim këtë sot në kampionatin polak, i cili është shumë interesant dhe çdo kusht mund të mposhtë këdo. Në futboll nuk mund të supozosh që dikush është favorit, çdo gjë është e mundur. Ne do të bëjmë më të mirën për të shkuar në finale. Ju keni një ekip të mirë dhe lojtarë të mirë, por edhe këtu është e njëjta gjë. Ne kemi lojtarë që luajnë në ligat më të mëdha. Në Shqipëri të gjithë janë entuziastë rreth kësaj ndeshje, shumë të fokusuar. Ne kuptojmë sa e rëndësishme është kjo ndeshje. Jemi përmirësuar në vitet e fundit, siç e kemi parë në kampionatin evropian, po përmirësohemi me çdo ndeshje që luajmë, tha prurja më e re e kombëtares shqiptare.